fuck? Hey unë jam Fatosi dhe kjo është WTF Daily. Do merremi me lajmet që kanë ndodhur së fundmi në showbizin ton. Siç e pat besoj, të hënën unë dhe Artemisa ishim në Miss Lushnja 2025, ku aty intervistuam shumë pjesëmarrës, ndërto dhe Luizi. Unë shkova me mikrofonin në dorë dhe e intervistova, që ishte gabimi i më i madh në karrierën time televizive, sepse unë nuk duhet të shkoj të pyes njerëzit a pranojnë ato të japin intervista apo jo. Unë nuk duhet t'ja drejtoj fare mikrofonin njerëzve, sa i pacip jam unë. S'japi intervista apo? Me shaka, domethënë, se kjo është puna ime njerëz. Luizi nuk pranoi, unë e dija pak a shumë që ai nuk do pranonte sepse kishte 2 vite a 3 vite që nuk dilte në intervista, që nuk ka asgjë të madhe për ta bërë kaq të madhe sa e kanë bërë fansat e Luizit. Unë dhe Luizi bë muhabet pas asaj interviste për shefin ton. Luizi s'ka asgjë personale, unë s'na asgjë personale, nuk kuptoj se çfarë kam thënë unë dhe Artemisa dhe Kostiani që u bë aq e madhe, por nejse, e lëm pas këtë temë dhe kalojmë tani tek Egli. Egli duket se është ftohur në thonjza me gjestin. Është aluduar sërish që Egli ka pasur diçka me instruktorin e palestrës, janë rishfaqur të njëjtat foto. Ndërkohë që Egli në post Big Brother tha që Mario ka qenë instruktori kunatit tim, ky është i vetmi kontakt, nuk kam qenë në një marrëdhënie para se të niste Big Brother, unë jam ushtruar për një farë kohë në palestrën që ka qenë Mario, por më pas jam larguar. Ndërkohë që Rieti ka vluar nga fotot që janë rishfaqur me instruktorin kur duken mjaft të afërt. Kjo ka nxitur që Egli të bë një reagim tjetër në Instagramin e saj, ku ka thënë që e ka justifikuar raportin e saj me Marion si shokun e saj të ngushtë pranë shoqërisë së të cilit ndihej mirë, ndryshe nga ç'shtate post Big Brotheri. Pra te posti tha që është thjesht trajneri i kunatit tim. Pra Egli ndaj mendjen. Duket që kjo e ka ftohur çiftin, Egli ka fshirë çdo foto me Gjestin në Instagram, ndërkohë që Gjesti ka vetëm foton me atë çentron në kokë që mua më kujton J-Lo tek një klip shumë i famshëm. Presim këngën e re të Gjestit dhe këtë ribrandimin e tij si një artist me çentron Big Hawk. E lëm pas Gjestin dhe do kalojmë tani tek një tjetër lajm. Arber Hajdari ka zgjedhur opinionistët e tij të preferuar në Big Brother dhe gjeni kush janë? Jacqueline Lekatari dhe Neda Balluku. Në fakt jam kurioz se pse zgjodhi Nedën, se duket sikur këtë edicion kishin pak gritse me njëri tjetrin, por nuk ishte kjo ajo që më bëri përshtypje. Më bëri përshtypje fakti që Arber Hajdari ka pirë kafe me Gerta Gixharin, e kupton ti? Tha në intervistë që unë e kontaktova për të pirë kafe me të dhe me disa ish-banorë të tjerë. Ku është Neda? Gerta, pse ke harruar Nedën, Gerta? Neda bëri gjithë atë luftë për ty gjatë gjithë edicionit, Gerta. Neda u kundërvu bashkë me Rozanën për ty, Gerta. Si del ti pi kafe me Arbrin? Nëse të exagjerova, do me thënë ato miq janë të gjithë së bashku, po më bëri përshtypje, ku e la Nedën? Në shumë ti nuk ja ka thënë fare Nedës. Tani lajmi i fundit është ai i Big Bastës. Vesa Luma dhe Big Basta, a janë bashkë, nuk janë bashkë? Të gjithë i ngritën këto pyetje, por Vesa na e dha përgjigjen hapur fare. Ajo postoi një video nga Big Basta me një caption ku e mbështeste rrugtimin e tij në ferma VIP. Pra që thoni ata janë bashkë dhe mos të lumtur. Ky ishte episodi i parë i WTF Daily, bashkë do shihemi në videon e radhës. Pacim. Ándale!